Skandali me fëmijët në shtëpinë e Foshnjës në Vlorë. Një prej shembujve më flagrant të abuzimit me fondet publike po ndodh në Vlorë, ku shtëpia e Foshnjës, një institucion që sipas të dhënave zyrtare nuk ka pasur asnjë fëmijë në kujdes, që prej vitit 2023 vazhdon të konsumojë çdo muaj shuma të konsiderueshme nga buxheti i shtetit, sikur të ishte ende një strukturë funksionale dhe domosdoshme për komunitetin. Dokumentat financiar zbulojnë një realitet pabesueshëm. Rreth 11 milion lek të vjetra paguhen çdo muaj për një ndërtesë ku nuk jeton, nuk trajtohet dhe nuk kujdeset asnjë fëmijë. Në letër, institucioni figuron aktiv në terren. Është një godinë e shtur e mbyllur pa zë dhe pa jetë që prej më shumë se një viti. Megjithatë, pavarësisht se shërbimi nuk ekziston më, pagat vazhdojnë të derdhen pas një ndërprerje. Më shumë se 10 punonjës marrin rrogë mujore, edhe pse institucioni tërësisht nuk ushtron asnjë funksion. Çdo muaj shteti paguan administrat për një strukturë që realisht nuk ka asgjë për të administruar, por pjesa më absurde, më tronditse dhe më fyese për qytetarët është fakti që vazhdojnë të paguhen roje sigurie të cilët ruajnë një godinë bosh. Pagesat kapin shifrën e 970.000 lekëve të vjetra në muaj vetëm për të mbrojtur muret dhe dyert e një ndërtese që nuk ka as staf aktiv, as fëmijë dhe as proces pune. Kjo nuk është era e parë që shtëpia e Foshnjës në Vlorë del në qendër të abuzimeve. Një emision investigativ disa vite më parë zbuloi se institucioni kishte shpenzuar 700.000 lekë të vjetra për servis makine në një kohë kur nuk zotëronte asnjë automjet në pronësitë të saj. Pra abuzimet financiare në këtë institucion nuk janë të reja, ato thjesht janë mbuluar dhe harruar me kalimin e viteve. Nga informacionet e siguruara së fundmi rezulton se institucioni nuk ka aktualisht as drejtor. Emrat e raportuar vite më parë janë larguar, kanë dhënë dorëheqje ose nuk figurojnë më në dokumentat e fundit. Nuk ka asnjë njoftim zyrtar për një drejtues të ri dhe gjithashtu nuk ekziston asnjë komunikim publik nga Bashkia Vlorë apo institucionet e tjera përgjegjëse dhe pikërisht këtu lind pyetja më e rëndësishme. Nëse nuk ka drejtor, kush i firmos, kush i kontrollon dhe kush i administron fondet? Ironikisht, ky skandal ndodh në një kohë kur dhjetra familje shqiptare jetojnë në kufi të mbijetesës. Në Vlorë dhe në mbarvendin ka familje që nuk arrin të sigurojnë as ushqimet bazë, ndërkohë që shteti shpenzon miliona për një godinë pa funksion, vetëm për të mbajtur gjallë një strukturë administrative që ekziston vetëm në letra.